Nderuar kryetari i Kuvendit dhe ushtruese detyre presidentës zonja Vjosa Albolena Gjiu, ish presidente, i nderuar kabinet qeveritar, nderuar kolegë deputet, familje dëshmorëve, invalid dhe veteran të UÇK-s, të dashur qytetarë. Me përullësi dhe krenari të thellë kujtojmë sot një nga momentet më të ndritura të historisë sonë të re, betejën e Kosharës në 27 vjetorin e saj. Kjo betejë nuk ishte vetëm një përballje ushtarake. Thyrja e kufirit të padrejtë mes shqiptarëve ishte një akt i guximit të pashoq dhe një dëshmi se liria nuk dhurohet, por fitohet me sakrificë. Kosharja ishte më shumë se një vi fronti. Aty u shemb një padrejtësi historike dhe u dëshmua se kur një popull është i vendosur të jetojë i lirë, nuk ka asnjë kufi që është i pakapërcyeshëm. Djemë dhe vajza nga të gjitha trevat shqiptare dhe nga mërgata, por edhe vullnetar ndërkombëtar, sfiduan një makineri të tërë ushtarake dhe i treguan botës se populli ynë nuk nënshtrohet. Për mua është nderi më i madh jetësor që kisha fatin të jem njëri ndër ushtarët e kësaj betejë të lavdishme.